Mes debatësh dhe hatërmbetjesh dorëheqje nga kandidimi dhe akuza, Partia Demokratike ka zyrtarizuar mbrëmjen e vonë të 12 marsit listën me 186 kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. U deshën mbledhje maraton të kryesisë e Këshillit Kombëtar që Berisha të dilte me listën ku vetë kryeson në qarkun e Tiranës në listat e mbyllura. Lista e plotë e Aleancës për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Qarku Tiranë, lista e mbyllur: Sali Berisha, Flamur Noka, Edi Paloka, Albana Vokshi, Belind Kolliçi, Josefina Topalli, Erisa Xhixho, Tedi Blushi, Mesila Doda, Klevis Balliu, Fatmir Mediu, Besar Xhaferri. Në listën e hapur, Edhem Aga, Ilir Ali Mehmeti, Erisa Bayaziti, Eduard Çaça, Kreshnik Çollaku, Rivelino Çuno, Dhurata Çupi, Petri Doda, Aslan Dogjani, Mihil Gecaj, Petri Gjorgji, Altin Goxhaj, Mimoza Hajdermataj, Edith Harxhi, Lisandër Hoxha, Loranca Hoxha, Arjan Hoxha, Rudin Hylviu, Shpëtim Idrizi, Julia Iliriani, Albi Jehelezi, Salvador Kaçaj, Adriana Kalaja, Arnold Kariçi, Akil Kraja, Besim Kuka, Pranvera Kurpalaj, Ilir Meta, Grigel Smucollari, Muslim Murrizi, Jonathan Pano, Elton Roshi, Sali Shehu, Lili Sula, Jorida Tabaku, Xulia Xheka, Ilda Zhulali. Në qarkun e Elbasanit, në listën e mbyllur janë Tomora Lizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja, Blendi Himçi, Aurel Bylukbashi. Në listën e hapur kryesojnë Iliriana Liu, Çamil Boja, Dritan Cani, Gani Cani, Elsa Gega, Lumturi Hasa, Armaldo Klogjeri, Renato Kumria, Armonela Marku, Drita Mitarja, Alis Narazani, Mustafa Pashja, Çani Xhafa, Dashamir Xhika. Në qarkun e Gjirokastrës në listën e mbyllur janë Tritan Shehu. Në listën e hapur Mariklen Dervishi, Bajram Hysa, Alma Kore, Arben Ristani. Në qarkun Lezhë në listën e hapur kryesojnë Agron Gjek Markaj, Elda Hoti. Në listën e hapur Edison Doci, Gjin Gjoni, Aleksandr Lela, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli, Viktor Tushaj, Melisa Vuthaj. Në qarkun e Korçës në listën e mbyllur janë Ivi Kaso, Bledion Albati, Ledina Lolli. Në listën e hapur Enton Çaçani, Gentian Çala, Genti Çela, Ernest Koçe, Kristi Koçibelli, Andrea Mano, Brunilda Prifti, Elena Qiriçi, Edmund Spaho, Elsuida Vila. Në qarkun e Dibrës lista e mbyllur është si mëtej Xhelal Mziu, Denisa Vata. Në listën e hapur Xhemal Gjungshi, Basir Çollaku, Alketa Golli Kryemadhi, Përparim Spahiu, Shpent Ndreu. Në qarkun e Vlorës në listën e mbyllur kryesojnë Bujar Leskaj, Vangjel Dula, Nina Zhupa, Atirt Hoxhaj. Në listën e hapur Alda Haluçi, Matilda Qyrku, Nada Daulja, Liliana Elmazi, Lorenz Banaj, Edmond Fetahu, Skënder Muço, Dario Runa, Ridvan Mezini, Romario Meminaj, Petro Gjikuria, Artan Liçaj. Në qarkun Fier lista e mbyllur kryesohet nga Gazmend Bardhi, Luan Baxhi, Brunilda Haxhia, Sajmir Korreshi, Eduard Sharka. Në listën e hapur Gentian Koçi, Ledion Çala, Lulieta Sejko, Ajet Berguri, Ardian Ferro, Silvia Hasa, Arben Çuko, Matin Dogani, Gentian Çela, Pelivan Bufi, Arben Hoxha, Fation Semanjaku, Samena Malena, Shpëtima Xhami, Ilda Dhori, e tërhequr, Oriela Nebiaj, e tërhequr. Qarku i Durrësit në listën e mbyllur kryesohet nga Erd Bylukbashi, Gens Strazimiri, Manjola Luku, Artan Luku, Igli Cara. Në listën e hapur Edlira Harizi,
Skander Dika, Jola Hysaj, Aulon Kalaja, Iliriana Kuçana, Arjan Doj, Andja Ulliri, Ilir Haznedari, Emri Vata, Shoqërim Murtollari, Petro Vokopola, Viola Kapedani, Pullumb Shullazi, Adretik Hoxha. Qarku Berat në listën e mbyllur janë Eno Bozdo, Zia Ismaili, në listën e hapur Fatmira Kola, Thomar Unici, Oltion Merdari, Parim Mahmutaj, Ledion Marra, Lefter Maliqi nga Partia e Lirisë, Valbona Doku. Në qarkun e Kukësit, lista e mbyllur kryesohet nga Flamur Hoxha. Në listën e hapur, Isuf Çela, Shkëlqim Shehu, Elvira Peka. Në qarkun e Shkodrës, lista e mbyllur kryesohet nga Luciano Boçi, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Kliti Hoti. Në listën e hapur bëjnë pjesë Lodovik Hasani, Gent Ndoj, Bardh Spahiaj, Tedi Kopliku, Gloria Shtllaku, Ndoc Ashta, Senada Mehmeti, Arben Lusha, Matilda Matia, Lilian Idrizi, Elmira Ndrevashaj.